Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtë herë për të ndarë historinë e radhës. Një histori që ju do të tronditeni, një histori që ju do të qani pa pushuar se çfarë fati kanë disa njerëz në këtë botë dhe jam i bindur që pas kësaj historie do të falenderoni Zotin për të gjitha të mirat që u sjellën në jetën tuaj. Është një rrëfim tepër i dhimbshëm. Është një rrëfim i shkruar me lot, është një rrëfim i shkruar me zemër, vetëm për të treguar atë që shpirti e mban dhe lapsi e shkruan. Letra fillon kështu: Isha shumë e lumtur. Nuk di ta përshkruaj dot se si unë ndjehesha. Ishte hera e parë që dikush më përkrahte, më donte ashtu